Gjell me presh me mish. Si të gatojmë gjell me presh me mish tani. Pasi I kemi prerë dhe I kemi larë mirë preshët. Preshët janë të gjitha nga Kopshi. I morëm nga Shqipëria. Eva I mori në fakt se unë nuk do marr presh në Angli tani. Po në greqisht më lehtë të marrësh presh. Edhe kur janë bio edhe nga Kopshi mos e pyesni. Po lanë ca qep të njoma, se do t'i hedhi dhe qep të njoma edhe të thata në fillime që t'i skuqit gjellës, edhe pasi e skuqur qepa do t'i hedhi mishin brenda, mund ta bëni me çmish të doni juve, mish biçi, mish qengji, mish deri me çfarë të doni juve. Pastaj do t'i hedhi pak karotë edhe salcë domate. Edhe domatja është nga Kopshi që kështu çdo gjë është bio. Në këtë gjell që shikoni, akoma dhe mishin duke se ishte nga fshati. Do t'i hedhi ujë, pastaj pak krip, pak piper të zi, pak piper të kuq ose paprika, e do ta mbuloj në tenxhere presioni, do ta lër që të valoj mishi, edhe pasi ka valuar do t'i hedhim preshët brenda. Preshët nuk duhet ta mbuloni kapakun, do me thënë nuk duhet ta mbyllni në tenxherën e presionit, vetëm sa ta mbuloni ashtu, se zien me një herë. Do ta lini të trashet një çik lëngu edhe del një gjell o njerëz fantastike. Provojeni. Ciao.